Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma. Në pjesën e parë të këtij emisioni ne do të flasim për të penduarit e drejtësisë, që nuk lënë gjë pa treguar. Krahas tronditjeve të mëdha që kemi për zgjedhjet, këto rrëfime po na tronditin akoma më shumë. Janë si filma horror dhe njeriu kapet pas një mbetet i shtangur, në fakt, duke dëgjuar këto deponime që nuk kanë të mbaruar të rrëfimet e të penduarve të drejtësisë. Në fund të kësaj pjesës parë, ne do të flasim për disa minuta edhe për zgjedhjet të urdhit të psikologut. Ku pati një përplasje për gati një vit dhe psikologët, më shumë se një vit, dhe psikologët u bën gati edhe vetë për psikolog. Dije për shembull, unë ndiqja një emision, mora shkas për të bërë pak minuta, se nuk e kuptova në fund çfarë ndodhi, dhe pash që psikologët kishin nevojë për psikologë të tjerë që të vinin aty dhe të ndihmonin. Ndaj ne do të flasim se ç'është kjo që ndodh. Gjëra të çuditshme ndodhin te ne. Të ftuar në studio për pjesën e dytë do kalojmë politik. Të ftuar në studio për pjesën e parë kam Klodiana Lada, gazetare, drejtuese në Shënjesën e Njohjes 24, faleminderit. Sokol Bregu, gazetar, më njohur në televizionin tonë dhe më gjerë. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Sheko pa mftuar prandaj, mezi po prisja. Në thonë drejt. Më mirë të stres tani, disa herë heshtet dhe bëhet kompensimi. Për këtë mërzitesh ti? Po jo, nuk mërziten, po. Duke filluar që sot, do jesh gjithmonë. Po mërzit fare. Gjevaj Zhabina. Se mbajmë dot, po. Gjevaj Zhabina, gazetar Kronos në MSN TV. Bravo. Më tha, kur erdha tani me një taksi, tha, ore ylli çka ka që të thonë. Ta dhe që? Po për kokë me. Pa ja, i të shë tani unë kam qenë edhe me pushime, i thuaj edhe vërtit e pak. Një ma shu i thashë, kam da. Pasi ne të mbarojmë me këto problematikat që kemi këtu, jo tani, regjia më vonë do më ndihmoj me Denata Toçen, psikologe, e cila do të, së bashku me Klodin, e cila është informuar për këtë problematikë që thamë të fundit, do të flasim për këtë problem. Tani kalojmë të rrëfimet e tmerrshme të penduarve. Erion Alibej, nuk gaboj për emrin, po rrëfen krime si bashkëpunëtor i drejtësisë duke ekspozuar një luftë të përgjakshme, tepër të përgjakshme mes grupeve kriminale, po edhe bashkëpunimin e ngushtë të shtetit me krimin. Së pari, kush është Erion Alibej? Ç'është pesha e tij në botën e krimit? Se dëgjojmë emra, shumë emra, dhe pastaj fillojmë marrojmë, jo ti, se ti i mban më të gjitha, kupton. Po ne fillojmë marrojmë tani se edhe elbete kemi hallë punë të tjera në gjithë. Tani mua më vjen mirë zoti Rakipi që e nis emisionin duke bërë atë pyetjen që nis nga aja dhe përfundon te zh-ja, se kjo është shumë e rëndësishme për opinionin publik. Po do ndalen pak gjatë sepse është histori shumë e kokravitur. Erion Alibej, i cili njihet, jo. Okej. Patjetër, kur them pak gjatë, për shembull 7-8 minuta, ose ndoshta okay, po e bëj 5 për ju. Atëherë Erion Alibej njihet me nofkën krimi. Është vllai i Endrit Alibejt që është njohur në botën e krimit si Tarzani. Me Alibeun e Fierit nuk kanë lidhje këta? Jo, nuk kanë lidhje. Janë Elbasanli. Qartë. Erion Alibej u bë i njohur pas masakrës së Bradasheshit në dhjetor të vitit 2018. Në masakrën e Bradasheshit u ekzekutuan vllai i tij Endrit Alibej, xhaxhai i tij Arben Dylgjeri dhe një shtetas turk. Ndërkohë, kjo ngjarje ndodhi pasi ata kishin qenë në një darkë familjare dhe në kthim makina ku udhtonte Endrit Alibej me xhaxhain dhe me shtetasin turk ra në breshërinë e plumbave të Kalashnikovit dhe të trembet në të vrarë. Ka qenë shokuese në atë kohë sepse pak minuta më pas në vendin e ngjarjes mbriti gruaja e Endrit Alibejt, e cila ishte shtetase e huaj dhe ishte në muajin e 9 të shtatzanisë. Dhe nga ky moment, Erion Alibej duhet sqaroj dhe një moment që Endrit Alibej konsiderohet si një ndër njerëzit më të rëndësishëm të botës së krimit sa i përket narkotrafikut dhe konsideroi një lojtar kryesor që bashkëpunonte kryesisht me grupe të huaja, por edhe me grupe shqiptare. Erion Alibej, sikurse pretendon në dëshminë e tij, duke mos patur besim tek autoritetet shtetërore dhe duke mos patur besim tek policia e Elbasanit, nisi vetë një hetim privat për të identifikuar autorët e dyshuar, pra njerëzit që kishin vrarë familjarët e vet. Dhe në atë kohë, sipas rrëfimeve që ai thot,
kam mësuar, unë kam pas Gjevahirin të ftuar dhe praktikisht kjo dëshmi mua dhe Gjevahirit nuk na bën përshtypje që në vitin 2021 ka kuptuar që gjithë përplasja e të vllajt kishte nisur me grupin ose organizatën kriminale të drejtuar nga vëllezërit Franc dhe Hajdar Qopja, të cilët janë goditur vitin që kaloi nga prokuroria e posaçme, dhe zanafilla ishte humbja e një sasie prej 50 kg drogë në Britaninë e Madhe. Fillimisht Erion Alibej, kur ne kemi ekspozuar për herë të parë disa detaje që e lidhin ato me krimet, ai pati një revansh dhe një sulm ndaj medjave duke pretenduar se nuk i kishte kryer ato krime, por më pas, kur mori statusin e të penduarit të drejtësisë, pranoi të rrëfente të gjitha ngjarjet dhe bëhet fjalë në përplasje mes këtyre dy grupimeve janë të paktën 13 të vrarë. Pra nga të dyja palët, nga njëra anë janë vrarë njerëzit në harkun kohor prej 3-4 vitesh, sepse vrasjet janë kryer njëra pas tjetrës. Pra është vrarë Endrit Alibej, masakre e Bradasheshit me Xhaxhain dhe shtetasin turk, dhe kanë filluar vrasjet në seri në të dyja palët. Dhe Erion Alibej rrëfen ndër të tjera, unë do ndale vetëm disa detaje për të kuptuar për masat e gjithë ngjarjes. Erion Alibej ka rrëfyer fillimisht njohje me Nureddin Dumanin, faktin që Nureddin Dumani për shkak se në atë kohë ishte njeriu më i afërt i Talo Qelës dhe bashkëpunëtori i tij i ngushtë, kishte informacion për të gjitha ngjarjet dhe ai thotë që Nureddin Dumanin e kanë pritur në shtëpinë time, më ka treguar emrat e autorëve të vrasjes së vllajt, pra të masakrës, ata që kishin vrarë familjarët e mi, dhe unë më pas kanë filluar hetimet. Madje një moment në sallën e gjyqit ditën e sotme tha që unë dilja si picier i maskuar për të kryer të gjitha punët dhe për të identifikuar njerëzit që kishin vrarë familjen time, kam bërë vetë avokatin, prokurorin, gjyqtarin e gjitha me radhë, pra kam bërë një punë sikur të isha prokurori dhe gjykat, sistem drejtësie njëherazi, dhe të dhënat ja kam kaluar institucioneve të drejtësisë. Dhe më pas është ndalur episod pas episodi. Domethënë kush ishin informatorët e tij në radhët e policisë. Për shembull, njëri prej tyre është dënuar, Leonard Palushi, e ka përfunduar dënimin, tashmë është i lirë. Pra, edhe një herë mi përmbledh çfarë ai ka rrëfyer, ju thatë. Pjesën ndërmuese, po dhe gjërat më kryesore. Dhe sidomos lidhjen me Në dëshminë e parë ai tregoi njohjen me Nureddin Dumanin, të gjithë pra si kishte nisur dhe si ai ra në dijeni të emrave që kishin ekzekutuar vllajën e tij dhe të konfliktin me organizatën kriminale të Franc dhe Hajdar Qopjas, e para, më pas dyshime që ai kishte në drejtim të Suel Qelës dhe se si e zbuloi të gjithë konfliktin që kishte familja e tij, pra vllai i tij që njihet me Nofkën Tarzani. Ditën e sotme, sepse dëshmia e tij pritet të zgjasë shumë gjatë, rrëfeu më pas edhe takimin me dy shkodranët, Gen Stafilin dhe Dorian Dulin, të cilët janë po ashtu dy personazhe të njohur të botës krimit. Gen Stafili ka qenë i dënuar për vrasjen e komisarit ose drejtorit të policisë së Shkodrës, Arbenzi Liftari, dhe ka përfunduar tashmë dënimin, është në liri, dhe Dorian Duli konsiderohet një ndër njerëzit më me peshë të krimit në zonën e Shkodrës. Dhe ai thotë që ata erdhën dhe implikuan një njohje të Suel Qelës, Kamer Mehja, një personazh po ashtu i njohur në Elbasan, në ngjarjen e tim vllajt. Dhe unë kam kërkuar thot takim me Suelin, sepse kur përmendej Kameri, automatikisht lidhe me Suelin për shkak se ishte njëri i tij. Dhe rrëfen një takim me Kamer Mehjan në tregun agroushimor të Kamer Mehja çfarë është? Është një personazh me shumë dritëfie në botën e krimit, aktualisht i hetuar nga SPAK. Tani lidhje me botën e organeve ligjzbatuese të tij. Atëherë, ju thash, njëri nga zyrtarët e policisë e ka kryer dënimin për lidhje me Erion Alibejn. Leonard Palushi është lënë i lirë, ai nxori sot emrin e një zyrtari tjetër, nuk e di, duke qenë në hetim, ka qenë shef i krimeve në policinë e Elbasanit. Gjevahir, nuk e di nëse mund të thuhet për sa kohë është në hetim ende, edhe pse është në seancë gjyqësore, i cili sipas tij, sepse Erion Alibej pretendonte që kishte akses në sistemin Teams. Ky ishte personi që ja mundsonte. Duke patur akses në sistemin Teams, ish shefi i krimeve në komisariatin e Elbasanit, pretendon që aksesonte të gjitha të dhënat dhe ja jepte pra për gjithë personazhet, që nga Qopja, që nga Mikel Kamami, që nga Nureddin Dumani e të tjera me radhë. Rrëfeu dhe për një ngjarje të ndodhur në Durrës, ku njëri nga viktimat duket sikur në pamje të parë është viktimë rastësore, sepse Erion Alibej ka dhënë urdhër për vrasjen e Dorian Shkozës dhe ka paguar për këtë Nureddin Dumanin 50.000 euro, por në atë kohë Nureddin Dumani ka vrarë dhe shokun e Dorian Shkozës, Angelo Avdin. Dhe kur prokuroria e pyeti në sallën e gjyqit nëse ai kishte dhënë urdhër që të vritej bashkë me Dorian Shkozën kushdo që ishte në shoqërinë e tij,
Erion Alibej u përgjigj me jo. Pra, sipas tij, Nureddin Dumani i ka thënë ndër të tjera që Angelo Avdin e vrava sepse ishte i atyre. Do më thënë, personazhet dhe emrat ylle janë 13 vrasje dhe ndoshta do të orientohet publiku, por janë 3 shtyllat kryesore. 1 konflikti i lindur për çështje vjedhje në drogës në Britaninë e Madhe, 2 mënyra se si ai kontraktoi vrasësin me pagesë Nureddin Dumanit spastronte të gjithë njerëzit që i kishin ekzekutuar vllajin dhe familjarët e tij. 3 tregon se si Talo Qela ishte atashuar dhe punonte për llogari të organizatës kriminale Qopja, dhe siç është Floben Smeqa, po ashtu Col Shkodrani që i thonë, një personazh po ashtu i njohur që u arrestua së fundmi në Durrës, dhe së katërti, lidhjet me strukturat e policisë së shtetit, por duhet kemi parasysh disa nga zyrtarët e policisë, të cilët ka cituar Erion Alibej, janë akoma nën hetim në kuadër të organizatës kriminale të Franza Hajdar Qopjas. Kështu që për disa emra duhet jemi pak të kujdesshëm për sa kohë hetimi është duke vijuar, sepse i njëjti personazh, pra Erion Alibej, do të dëshmoj edhe në procesin tjetër ndaj vëllezërve Franza Hajdar Qopja, kur ky proces të zhvillohet në gjykatën e posaçme. Nga ty kolegët e tjerë, kemi gjithë përshtuar për këtë pikë, se pastaj kam 2-3 pyetje tjera konkrete unë. Ajo që Erion Alibej të paktën si e lexova unë dëshminë e Erion Alibej dhe çfarë tha ai gjatë 2 orë që ai dëshmoi në gjykatën e posaçme është që ai kuptonte që konflikti me vëllezërit Qopja, Hajdar dhe Franz Qopja nuk ka filluar për humbjen e 50 kg kokainë, pasi siç tha ai në dëshminë e tij, ai tha që unë nuk e kisha problem as për 500 kg, jo më për 50 kg. Kështu që sipas tij i gjithë konflikti mes tyre ka nisur për t'i nxjerrë nga loja e trafikut të kokainës, pasi i vllai i tij, Ndriti ose Tarzani, siç njihej me Novkën Tarzani, konsideroi shumë i tmerrshëm dhe shumë i fortë nga ana e organizatës së Franz dhe Hajdar Qopjas. Dhe kjo ishte arsyeja që ata kishin vendosur ta vrisnin. Këtë gjë Erion Alibej kishte mësuar nga personi, nga Ardian Çollaku, i cili ishte personi i tij i afërt me rivalet e tij. Ishte personi që informonte për lëvizjet e të gjithë rivalve tij, dhe nga komunikimi që ai kishte pasur me këtë person, kishte arritur në përfundimin që vëllezërit Qopja kërkonin të nxirrnin Ndrit dhe Erion Alibejt nga trafiku i kokainës, dhe për këtë arsye ka nisur e gjithë lufta. Ndërsa një gjë tjetër që më bëri përshtypje në dëshminë e Erion Alibeja gjatë ditës së sotme në gjykatë Zudi Rakivi ishte edhe përmendja e Suel Qelës, pasi ai nuk e akuzon në një farë mënyrë, ai tha që Suel Qela nuk ka lidhje direkte me vrasjen e familjes sime, megjithatë në mënyrë indirekte ka për shkak të informacionit që ai kishte. Pra, të ndalem unë të shkoj te pyetja konkrete. Alibej ka pretenduar që ka patur akses në sistemin Teams, që është një moment shumë i rëndësishëm, është dhe shumë interesantë. Sistemin Teams tani që ne kalojmë aty. Gjithë ka akses Alibej. Kishte. Po kështu ai ka thënë se kamerat në qytetin e Elbasanit i zotron Suel Qela. A jemi përballë faktit që territorin më shumë e kontrollon krimi se policia, është pyetje e përgjithshme, por diçka më shumë për këtë, si pyetje me që kalove ti këtu, të tre. Se më ta them një fjali? Po? Zoti Rakipi, pasi ndodhi ngjarjet e tregu agroushqimor, që grupi Suel Qelës u përplas me zëvendës drejtorin e policisë në atë kohë Gjergjo Shafin, nëse ju kujtoni, ka patur një raport të shërbimeve që thoshte kamerat në qytetin e Elbasanit i kontrollon krimi organizuar, dhe në veçanti Suel Qela dhe Sokol Sanxhaktari, dhëndri i ish kryebashkiakut të ndjerë Qazim Sejdini. Kështu që ky është një fakt thuajse i njohur dhe i dokumentuar shumë përpara se ta rrëfente Erion Alibej. Ndërkohë sa i përket sistemit Teams, nuk është vetëm Erion Alibej që ka patur akses në sistemin Teams. Unë po t'jap vetëm një detaj. Në një nga dosjet ku është vrarë Hekuran Bill, sa po ishte liruar me kusht nga Bugu, rezultonte që 11 oficer policie dhe 8 oficer policie dhe 3 oficer të shërbimit informativ shtetëror kishin klikuar në sistemin Teams për emrin e Hekuran Billës. Pra vetëm për një emër, ishin 8 oficer policie, 11 në total, dhe 3 oficer të shërbimit informativ shtetëror. Dhe kur ata i morën në pyetje, nga këto vetëm njëri kishte bërë detyrën që duhet ta mbante në mbikëqyrje. Të gjithë të tjerët dyshoheshin atë kohë, edhe pse më pas nuk u provua dot, që i kishin dhënë informacion rivalit të Hekuran Billës, me qëllim që ai ta gjente dhe më pas e ekzekutoi tek afër komunës Parisit.
Pra kjo nuk është një gjë e re, të gjithë njerëzit e botës së krimit kanë ushtar brenda radhëve të policisë dhe aksesojnë në sistemin Teams. Çuditshme është, Bregu? Shiko, për mua Ali Beaj është ndryshe nga dëshmitarët e tjerë, ndryshe nga ata të futur në krim, sepse personalisht duke menduar Ali Beajn, është njeriu më i prekur në të gjithë historinë e vrasjeve në dekadën e fundit. Pra nuk ka vetëm vllajin, ka kunatin, ka kushërinë të parë, ka shumë të vdekur në familje. Nëse dikush po themi, fjala vjen dikush në krimin e organizuar, merr pjesë në vrasje, ose merr pjesë për shkak të fitimit parave, pra është vrasës me pagesë, ose merr pjesë për të fituar një korridor të trafikut të drogës, ose merr pjesë për të fituar më shumë për të patur një qytet në kontroll ose një diçka më tepër. Ali Beaj është i detyruar, po ta mendosh, për shkak të numrit të lartë të cilët çopjat janë vënë në sistem dhe për ta zhdukur komplet si familje. Kuptohet që tani me rrëfimin e tij kuptoi diçka. Unë lexova këto vrasjet për të vllajën, Jo, vrasjen e vllajit lexova, që ishte mjaft e egër. Po, e vërtet. Ali Beaj kuptoi diçka më shumë në rrëfimin e tij. Nuk e marr për bazë atë që kishte prindrit sëmurë dhe vati për të qitur drogë. Se atë mund ta bëj kushdo, po të kemi, nuk është zgjidhje kjo që me që kemi prindrit sëmurë e s'kemi para, duhet të shesim drogë. Por marr si një qasje rrëfimin e tij që thot ne punonim për çopjan ai dhe vllai i tij. Në një moment konflikti i tyre nis për 30.000 euro borxh të dhënë kundërshtarit të çopjave. Çopjat ishin zënë dikund në një fshat të Elbasanit, me fizikisht, ishin rrahur dhe këta i ofrojnë si një ndihmë borxhi atyre që kishin rrahur çopjat një shumë prej 30.000 eurosh. Dhe ky është konflikti. Pas kësaj, ata janë vrarë i vllai, kushëriri i parë, çopjat duket që nuk janë nga ata që kryejnë vrasje fizike, paguajnë për të kryer vrasje fizike, përkundrazi nuk kanë as besë sepse i shkojnë në varrim dhe tallen edhe me familjen, tallen dhe me bashortën për të qarat që kanë shkaktuar. Pra, dalin tek ajo pika që nuk janë mafios mirëfilli, mbeten ata lokalistë nga Elbasani. Mafios mirëfilli. Çopjat. Jo, çopjat janë mafios dhe shumë të rrezikshëm. Sepse kanë 15.4 milion euro të investuara. Jo, zoti Rakipi, një sekond. Jo, të lutem. 15, një Poli sekond. flet për mafios me nder. Jo, një sekond. Atëherë, Flet për mafiosin klasiko? Mafios do të thotë që unë të kry fjalë të vras. Mafios do të thotë, shiko, okay. Sokol, se varet se si e ke konceptin mafiosit. Atëherë, çopjat kanë 10 milion, dakord, ata janë vërtet mafiozë kur të vinë në varim? Jo, mafiozët të sjellin kokën e kalit, Zoti Rakipi, një sekond t'jap argumenta unë se përse unë organizatën kriminale Çopja e konsideroj si një ndër organizatat më të rrezikshme në vend. Kanë 10 milion euro kriptomoneda të bllokuara nga shteti shqiptar sekuestruara. 15.4 milion euro lingota ari të investuara. Resorte e tjera me radhë, pra vetëm pasuria e tyre dhe ashpërsia me cilën vepronin Franza Hajdar Çopja është e tmerrshme. Ata ofronin deri të lutem, po më lër ta mbaroj sekond. Vetëm kanë një problem, që nuk kanë territor dhe kjo është dobësia e tyre më e madhe. Kush e tha që s'ka territor? Elbasanin e ka Suel Qela. Më thuaj kush e ka territor. Territorin e ka jashtë vendit. Para sa duash, po s'pate territori e mbaruar. Nëse të mos të themi çfarë dim pa u. O zoti Rakipi. 5 milion euro afronin për kokën e Ernon Ali Bejt. Pra një organizat kriminale që është e gatshme të ofroj 5 milion euro për kokën e kundërshtarit vetë, mua më duket shumë e rëndësishme. Tani, nëse Sokoli niset nga mafia italiane, që ai bosi nuk dite ku në skenë dhe... Territori dakord, ne nuk e dim territorin, sa ata kanë territorin e Hollandës, Belgjike, tjerë në radhë. Territori tyre ishte jashtë. Sa ata për territorin përplasën, nuk u përplasën për... Ta them këtë histori më thjeshtë edhe për publikun. Shiko, më fal një minutë, Busheta para se të rrëfej
Ku ishte, ku jetonte? Në Brazil. Brazil. Po pra jashtë. Po s'kishte territor, fshije. s'kishte Po më dakord, fshije. Pjesa dërmuese këtyre fshihen. Dakord, mos kanë aktivitet kufizuar në pikpamje në këtë plan me që nuk kanë territor, po kjo nuk është. Rakipi, mos ke dëgjuar gjë që çopjat vendosen në një deputet në Elbasan? Ja, kur. Mos ke dëgjuar ndonjëherë që këta kanë ndonjë pushtet politik, kanë fituar në një tender? Jo. Po ke dëgjuar gjatë gjithë kohës dhe pjesa tjetër më duket mua i ka marrë fotografinë e çopjes. Atëre me dramën e kanë nxjerrë në Jo, ngatron çapja. Çapja. Po ja, po këtu është çapjat janë hierarki. Ata nuk janë hierarki. Sa janë njerëz me para. Se janë edhe mbiemra ngjashëm dhe unë nuk. Domethënë, toj mirë. Si mund ta them në më shkurt, ata mund të kenë para sa duash, por Elbasani nuk e kanë. Edhe pse janë nga Elbasan. Tani kjo me që Suel Qela ka kamerat e qytetit Bersajt, mos është e egzageruar apo jo? Po nuk është e egzageruar. Ja ta them unë, po përderisa gjatë gjithë fushatës elektorale thamë që kandidati i pëlqyer prej tij do dali më i votuari, pse doli? Tani kur ka politikën dhe votat për një kandidatë si mund të mos ketë kamerat? Kjo është fuqia. Se ne nuk e dinim do dilte. Ne ishim gjatë gjithë kohës në deklaratat që do dilte. Spak ku ishte këtu. Këtë se kuptuan. A ishte në Elbasan apo jo? Po, Spaku tani 70 njerëz kishte punë me sa dëgjoj. 70. Do të jetë me policinë. Po 70 njerëz nuk janë shumë për gjithë Republikën. 70 prokurorë vetëm për Suelin. Tani mos ta bëjmë kështu sigurisht mbi të gjithë. Tani mjafton dhe një. Mjafton dhe Olzado me maru punë, po nuk maroj dot. Tani, si duket, Erion Alibej ka raportuar që ka folur për një orë që tregton të armë, edhe Hoxha armë. Si ka mund si Hoxha të... Ja këtu se... Edhe Klodi ka qenë në rrjetet sociale sot gjatë gjithë ditës, domethënë duke i shpjeguar se çdo ditë baromi nesër edhe nuk... Jo, kam pak personale dhe mendoj që do të jem në konflikt interesi me atë. Jo, çdo njeri që është Hoxh mund të jetë trafikant. Një Hoxh. Jo, pra jo, absolutisht nuk. Çdo Hoxh në asnjë mënyrë. Jo, pra jo, në mënyrë kategorike se përgjegjësia penale është individuale. Atëherë, zoti Rakipi, Erion Alibej nënkuptoi një personazh i cili ka qenë i arrestuar më herët dhe del në një dosje tjetër penale. Është bërë personazh shumë i njohur për shkak se ka qenë i martuar me 4 gra dhe njëra prej tyre ka qenë e mitur dhe ai ka qenë i arrestuar. Unë e kam trajtuar në atë kohë dhe një ndër dyshimet që kam ngritur në studio televizive ka qenë pikërisht fakti që ky personazh, i cili është edhe mjek njëherazi, ishte i përfshirë në çështjet e trafikut të armëve. Problemi është që sa i përket trafikut të armëve, nuk ishte personazhi kryesor aty. Armët i përkisin një grupi shumë fuqishëm kriminal i cili është goditur në atë kohë. Ai ishte thjesht personi i cili bënte në një farë mënyrë ndërmjetësin mes grupit të madh, që u ekspozua nga i penduari Enver Jamaku dhe kushëriri i tij Erimond Jamaku, dhe mjeku që njëherazi ishte dhe Hoxh, bënte ndërmjetësimin mes njërit grup dhe grupeve të tjera. Dhe ishte edhe mjek dhe Hoxh. Është edhe mjek dhe Hoxh. Dhe i martuar me 4 gra. Njërën prej të cilve, me njërën nga gratë ka qenë i martuar një tjetër praktikant i besimit islam, i cili është vrarë në një atentat mafios. Pra është një histori shumë komplekse. Por duke qenë se pjesa për këtë personazh është duke u hetuar, dëshmia mbeti në këtë pikë. Pra nuk shkoj më andej. Edhe Hoxh dhe mjek si ka mund si ky njeri? Hoxh dhe mjek dhe u hetua dhe për vrasje. Çfarë ti mendon? Pas ka qenë njeri çuditshëm. Mirë, mund të jetë dhe një gazetar vrasës. Se lidhet me profesion. Jo, po janë shumë të ndryshëm Hoxha me mjekun. Se ai mendon në Hoxha që vjen nga lart çdo gjë, ndërsa mjeku operon me mënyra të tjera. Mjek edhe në QSUT, jo mjek në QSUT shërbente. Jo, nuk është në QSUT, është në Shefqet Ndroqi, megjithatë. Në Shefqet Ndroqi. Po mirë, aty është afër janë ato. Kështu spital universitar është. Tani, ka akoma për të rrëfyer pyetje e fundit që kam unë Erion Alibej apo mbaroi thoni ju? Unë mendoj që po, ka për të rrëfyer, por deri tani prokuroria e posaçme na e ka fokusuar Erion Alibejin për ngjarje shumë lokale që kanë ndodhur në Shqipëri. Po unë mendoj që Erion Alibej do të jetë nëse do të përdoret ashtu siç duhet nga prokuroria e posaçme si bashkëpunëtor i drejtësisë, kam përshtypjen
do t'jetë një aset shumë i rëndësishëm në duart e prokurisë për të zbardhur trafikun e kokainës dhe grupet shqiptare të cilët bëjnë trafikun e kokainës nga Amerika Latine drejt Europës dhe më pas nga Europa drejt Mbretërisë Bashkuar, pasi Erion Alibeja aty e ka pasur dhe fushën e vetë të veprimit më shumë në Angli. Kështu që nëse prokuria e posaçme do ta përdor siç duhet Erion Alibeja, kam përshtypjen që do të hedhë shumë dritë mbi grupet shqiptare të cilët janë të fokusuar te kokaina, pasi deri tani nga dëshmia e tij ne kemi dëgjuar gjëra të cilat deri tani ne i dim, vrasje të cilat kanë 5-6 vite që kanë ndodhur, ndoshta sigurisht që përbëjnë interes, por mendoj që interesi më i madh i agjensive ligjzbatuese shqiptare, por jo vetëm, mendoj që edhe ato belge do të jetë trafiku i kokainës ku ai ka qenë i përfshirë. Ikim nga Laerti, i cili më falni Erion Alibej, si ngatroj me emrat, së mund të tashë unë ngatroj shumë. Se vjen Laerti mbrapa. Laerti jo, Laert Agjiu është, po i seshtë, është Ertan Tafani. Tani, ikim nga këmonen, momentë, Zhabina thot që ai do të rëfej më pas, do më thëmë. Ai do rëfej se lidhet sa emra policësh, të cilët tha që nuk pe i them tani. Jo, nuk pe i them, se janë e tim, tha. Nuk pe i deklaroj, po ai mund dhe... Se shiko, ka një gjë... Ai deklaroj një aty, po... Problemi është... E di kush është problemi... Ai di policët e kundërshtarit, po policët e vetë nuk i thot. Jo, kam përshtypjen që ai di më shumë se kush janë policët, dhe ai tregoi vetëm rangun e ulët me cilët ka bashkëpunuar. Kam përshtypjen që ai ka më shumë informacion, por nuk e tregon. Edhe ai ka hallë... Atëre kalojmë te i penduari tjetër, i drejtësisë, që është Artan Tafani, i cili porofenë, nëse e kemi, regjena e paraqet, porofenë krimet e organizatës Laert Agjiut. Ky është Artan Tafani, Klodi, se ti një dhe si portret ta? Çfarë janë rrëfimet e ti? Kush tregoni pari këtu? Dëgjoj, Ulli, Laert Agjiu mund të konsiderohet ndoshta pas Aldobares njeriu më i rrezik. Përpara se ta thuash ti këtë, Artan Tafani që lidhje kishte me Aldobar? Me më falë, Laert Agjiu? Ja, pra, do ta shpjegoj. Po. Pas Aldobares, që për mua Aldobare në Lushnjë, dhe unë kam thënë, është një personazh i cili në gjithë kuptimin e fjalës mund të konsiderohet një mendje kriminale shumë dimensionale. Laert Agjiu ishte, përveç fakti që kundërshtari përbretuar i tij, nga ana tjetër edhe njëri i cili vepronte me ashpërsi të jashtëzakonshme. Artan Tafani ka qenë pjesë e grupimit kriminal të Laert Agjiu, është njohur në një rrethant të çuditshme sepse Artan Tafani është vrarë babai në 97-ën, bashkë me nënën është larguar në drejtim të Greqisë, fillimisht ka bërë një punë të ndershme duke savatuar e lyer shtëpi atje. Më pas, për shkak të varësisë nga droga, ka bërë burg, është rikthyer në Shqipëri në 2015, është arrestuar sërish dhe gjatë kohës së qëndrimit ngatruat në zorët është njohur edhe Laert Agjiu. Jo, Laert Agjiu. Laert ishte? Laert Agjiu, po, është Laert Agjiu. Ngjan me Jo, është Laert Agjiu. Dhe Artan Tafani në 2023 u arrestua në zonën e Astirit pas grabitjes së një pike exchange-i dhe nga ai moment vendosi të bashkëpunonte me drejtsinë. Ngjarjet për cilët ai rrëfen janë 17 të tilla, përfshirë vrasje, që ndërto në këndvështrimin tim janë 2 momente të rënda dhe momenti 3 që ende nuk e ka rrëfyer. Një është vrasja e Fridman Gjaferit, të cilin jo vetëm që e ka vrarë edhe ka urdhëruar Fridman Gjaferi, ishte një njeri lidhur me Laert Agjiun, i cili një moment caktuar kishte dhënë shenja që mund të fliste, dhe vetëm kaq mjaftoi që Laert Agjiu jo vetëm ta dhënoni në mënyrë barbare, por ta vrisin pra një rezervuari dhe ta fundosnin në ujë në rezervuar. Dhe mënyra se si e rrëfen Artan Tafani është e frikshme. Thotë që ne morëm gomë, lidhëm, do të thënë janë detaje barbare që tregojnë ashpërsinë me cilën vepronte Laert Agjiu. Ky është momenti i parë. Momenti i dytë është vrasja e Elton Mermalit ose Alban Simaku, njihet ndryshe, i cili dyshohej për lidhje me Aldobaren, sapo ishte liruar nga burgu, ishte përdorues i lëndëve narkotike, i pafuqishëm për të kujdesur për vetë, në një moment e gënjen dhe e marrin me pretendimin dhe preteksin për t'i dhënë mall, pra për t'i dhënë një dozë drogë që ai ta konsumonte. Dhe e vrasin me plumë pas koke,
vetëm e vetëm se dyshonte që mund të ishte i lidhur me Aldobaren dhe mund të kishte marrë pjesë Laerti dyshonte që ai kishte marrë pjesë në krimet ndaj familjarëve të tij. Dhe momenti i tretë që unë dua ta evidentoj sepse thash janë 17 episode, është tentativa ose vënja në shënjestre e 2 prokuroreve të çështjes. Njëra prej cilave, Doloreza Musabelliu, është aktualisht prokurore e posaçme. Dojnë të vrisin prokurorën? Po, donin të vrisin prokurore. 2 prokurore, dhe atë të Lushnjës dhe prokuroren e posaçme. Dhe fillojnë i vënë njerëz për të përgjuar prokuroren me qëllim që nëse ajo nuk do të bindej dhe nuk do të tërhiqej nga burgimi i përjetshëm, mund të shkonin, edhe pse nuk i ndërmorën hapat, sepse për fat mirë grupi kriminal nuk godit, shkuan deri aty sa filluan të vëzhgonin dhe të përgjonin 2 prokuroret, fillimisht atë të Lushnjës që kishte çështjen, e më pas prokurorin e posaçme që po hetonte rastin e tyre. Pra, ashpërsia me cilën vepronte Laerti Agjiu ishte te çdo imagjinate. Sepse kjo tregon më pas edhe se si përcaktohen ata në hierarki. Nëse kthehemi tek Laerti Agjiu, sigurisht ai u hyrin botën e krimit për shkak se banda e Lushnjës i kishte vrarë xhaxhain e tij, kishte vrarë familjar, ai ishte një fëmijë, ishte gjenerata e dytë e krimit në Lushnjë. Patjetër që ai dyshohet edhe për vepra të tjera të rënda penale, është i dënuar me burgim përjetshëm për masakrën e Lushnjës ku tentoi të vriste nipin e Aldobares, po vrau disa persona që nuk kishin lidhje. Nipi i Aldobares, Gjulio Shkurti, i mbijetoi atentatit për shkak se për një moment lëvizi nga tavolina dhe u bë masakra, por mendoj që kjo që tregon Tafani është vetëm maja e icebergut e atyre krimeve që mund të ketë kryer Laerti Agjiu, sepse ky personazh e njeh vetëm për një periudhë të shkurtër të jetës së vet. Ndërkohë që më përpara ka dyshime të forta që Laerti Agjiu ka kryer të tjera krime të rënda në qytetin e Lushnjës apo në qytete të tjera, kryesisht në Korçë apo në Pogradec, për shkak edhe të lidhjeve që kishte me personazhe në këto zona. Në një gjë përshtuar për deponimin e penduarit të Artan Tafani? Jo, është më ndryshe nga grupet e tjera kriminale, nuk ka lidhje nuk janë tipikisht një organizat e krimit të organizuar, janë tipikisht një organizat e ndikuar nga akmarrja, e ndikuar nga fryma për të marrë hak për çdo gjë të mundshme, janë rritur në atë lloj në formës së tyre në Lushnjë, në atë mënyrën e egër, edhe po t'i shohësh, vërtet mund t'i quaj prokuroria dhe spak, mund t'i quaj vrasje me pagesë, por ka një gjë. Vrasjet e tyre me pagesë lidhen, janë paguar disa para nga shokët e tyre, po nuk lidhen tipikisht si që mund të quash vrasjet e Elbasanit apo në një formë tjetër. Pra, një shoku i tyre, për të e treguar më thjesht, një shoku i tyre ankohet se nëna shkon me një biznesmen në Tepelen. Dhe për të kryer vrasjen e atij, shoku i dërgon ca para për ta kryer vrasjen. Se do të vrasi dashurin e nënës. Dhe këta futen, por kjo nuk është tipikisht një vrasje me pagesë që ti po vret dikën, pra ti e ke ndjenjën e akmarrjes. Por ka një atë që kam parë, ka një arsye të thellë, pra këta nuk merren. Atë që kam parë me shumë vëmendje, ajo që i tregon brutal fare, është që udhtojnë me një makinë dhe kanë kadavrën, e kanë kufomën në bagazh. Duan ta zhdukin dikun. Dhe dikush prej tyre i thotë që a mund ta provoj një herë dorën për ta vrarë. Kjo është shumë makabre. Kjo tregon që nuk ka lidhje me krimin e organizuar. Ka lidhje me një ndjesi shumë të thellë, hakmarrje të lindur në konceptin se nuk mundet dikush që të vetë ofrohet të bëhet vrasës. Nuk mundet të vetë ofrohesh të bëhet vrasës, a mund ta provoj një herë dorën, vras dot apo jo. E kupton çfarë lloji? Unë mendoj që janë në ndikimin e lëndëve narkotike, se nuk mundet të jetë një njeri në një psikologji. Jo, është dhe në botën tonë. Unë pasi të mbarojmë këte, kam një pyetje që është lidhet me gjakmarrjen. Jemi në vitin 2025 dhe kam një rast gjakmarrje e cila vazhdon në Shqipëri. Ne jemi një popull me probleme, kupton tani të jemi realistë. Gjaku thret. Pa gjaku nuk thret në vendet të tjera, kupton, në këtë mënyrë që si shtret të ne. Gjaku nuk thret. Gjaku nuk thret në këtë mënyrë. Përplasjet Sokolit. Thret në kanunin e lek dukagjinit, po mo. Do dhe flamurin në zbardet gjaku, ti do të marrë shakun. E zjon gjaku. Në një detaj, Xhabina. Nëse ke arruar për ta marrë hakun, ta kujtojnë të tjerët. Okej, Xhabina. Historitë janë këto që tregoi Klodi, por ajo që mund të them që tregon që sa të fuqishëm ishin këta
ky grup po them është që ajo që mua më ka bërë përshtypje është që grupi Lajert Axhiut për shembull nuk rezulton fare në Sky ECC. Nëse mendoj që do ishin aq të fuqishëm dhe do të kishin aq para duhet ishin aty patjetër dhe do të kishin vendin e tyre, por kjo tregon që kanë qenë disa çuna të rinj, të cilët janë të rritur me ndjesinë e hakmarrjes për atë që ka ndodhur më përpara dhe për këdo, domethënë, a mund të shkosh edhe të vrasësh, domethënë, të dashurin e mamit, shokut, domethënë, nuk mund. Atëre, e konceptojnë si një për të ikur nga ky moment, gjithë këta të penduar të drejtësisë Bregu, si ka mundësi, çfarë lehtësirash përfitojnë ata, duke vrapuar për ata jo, po familja tyre po. Dëshmuar dhe a thonë të vërtetën. Kjo pasaj verifikohet shumë mirë nga prokurori special, çdo kush që mund të ketë dosjen, sepse në çdo rast ka një ngjyrë të një objekti i përdorur në vrasje, dhe ti mund ta pyesësh kur ke sekuestruar provat në vendngjarje. Pra është lehtësisht e verifikueshme çdo dëshmi që ata bëjnë. Unë nuk mund të vë përderisa jam duke pritur dënimet respektive ose vendimet e gjykatave për t'i vlerësuar nëse dëshmitë e tyre janë cilësore apo jo. Nuk mendoj që ndonjëherë në Shqipëri do të vijë ndonjë dëshmitar më cilësor se ai i bandës së Durrësit, i pari ndër dëshmitarët, që është Adriatik Coli, i cili dinte me detaje ku ishin armët, ku ishin në çfarë kanali ndodheshin, me çfarë pozicioni, kishte i cilësi si dëshmitar në mënyrë të jashtëzakonshme. Nuk mendoj që këta dëshmitarë të tjerë kanë një cilësi të tillë, sepse në shumicën e rasteve tregojnë kam dëgjuar se. Megjithatë, prap kjo është provë materiale, çdo dëshmi e tyre, por kjo e ka bërë pak të plogësht prokurorin speciale në një pikë, sepse janë mësuar mirë me dëshmitarët, ata sigurojnë vetëm një gjë, familjen, dhe nëse nuk ka një gjë, kjo më bën përshtypje në Shqipëri. Një vend që shpeshherë konsiderohet i korruptuar, çdo sistem apo çdo organik e saj, ajo që nuk korruptohet kurrë, është mbrojtja e dëshmitarëve. Nuk ka ndodhur kurrë në një moment prej 21 vitish që dikush të di një informacion se ku ndodhet dëshmitari i drejtësisë. Ndodhi në Don Bosco. Don Bosco ajo ishte ndodhi një rast në një duguri e mirë, kupton. Oficeri, megjithatë bie dakord dhe sidomos me drejtuesin aktual. 21 vjet rresht. Ka filluar në 2004. Me eksperiencë lartë nga Renea. Ne kemi kaluar në 21 vite, ne kemi kaluar ligjin për herë të parë të dëshmitarëve të drejtësisë në 2004, sot jemi në 2025 dhe nuk kemi që në gjithë botën perëndimore. Ne nuk kemi një rast, ai është një nuk e di domethënë se ndonjëherë ndodhin, është dhe me një kap, jo vetëm ai që thua ti, po është dhe me një të bandës Lushnjës i cili kishte probleme dhe krijonte gjithmonë probleme me dëshmitarët, por nuk ka një rast të vetëm të rrjedhjes së informacionit dhe të problemeve ndaj tyre. Prandaj ata kanë besim, duke u nisur prej këtyre 20 vitesh, që askush nuk ka patur probleme, kanë besim të drejtësia për të bërë bashkëpunëtor të drejtësisë. Se nuk kanë patur kur probleme me jetën edhe me përfitimin e familjes së tyre. Ne në zhargonin mediatik ju themi të penduar të drejtësisë, sepse të penduar të drejtësisë ata do të konsiderohen në momentin që gjykata do të vlerësoj që dëshmia e tyre është një dëshmi thelbësore për zgjidhjen e procesit, sepse nga këta personazhe që ne po flasim apo dhe të tjerë mund ta humbasin statusin. Klevi Salla në të njëjtin proces e ka humbur statusin e bashkëpunëtorit. Julian Sinani. Ata do të quhen të tillë pasi gjykata i vlerësoj si tillë tani. Sepse mund të ndodhë që për arsye të ndryshme, hakmarrje, gjobvënje e tjera me radhë, mund të përdoren të dhëna të cilat për dëmtuar njerëz mund të thuhen aty në sallën e gjyqit. Ama nga ana tjetër, ne kemi raste që thash Klevi Sallës është hequr statusi. Julian Sinanajt, nëse ju kujtohet, ju hoq statusit penduar i drejtësisë. Kështu që te procesi plumbiart ka një veçanti. Është më përpara Henrik Hoxhës, i është zgjidhur marrëveshja bashkëpunëtori i drejtësisë. Pra ne kemi shumë raste që janë zgjidhur marrëveshjet. Në këtë rast ajo çfarë duhet parë me interes edhe duhet një farë mënyrë lidhur fjet është tek plumbiart janë 4 të penduar të drejtësisë. Pra është Nureddin Dumani, është Erion Alibej, është Skerdi Tase, më herët ka qenë Julian Hoxha, Klevi Salla e tjerë me radhë.
Dhe nëse mes dëshmisë së këtyre ka kontradita dhe paqartësi, gjykata në fund fare duhet vlerësoj cili prej tyre meriton të jetë penduari. Dhe përfitojnë gjë pasi sot gjykata? Shumë lehtësira. Për shembull të japim një rast konkret në vrasjen e Artan Cukut, i penduari në atë rast Mikel Shallari, kam përshtypjen është dënuar me 10 apo 12 vite burg. Kështu që është drejt fundit. Por duhet të dënoj me burgim përjetshëm. Por ai zbardhi gjithë ngjarjen, zbardhi edhe porosicin e asaj vrasje, kështu që nëse është një penduar i mirë, sigurisht që përfiton dhe ligji shqiptar e parashikon këtë gjë. Por një gjë ka ndodhur, po them, 3 ose 4 vitet e fundit, zoti Rakipi, është që kemi në fillim inflacion të penduarish, por sigurisht që gjatë rrugës më pas ata skarcohen. Kështu që, por mendoj që 12 vlefshmit për momentin për prokurinë e posaçme janë Erion Alibej dhe Nureddin Dumani. Kështu që dëshmitë e tyre kanë në një farë mënyrë kanë tronditur edhe botën e krimit. Kemi shpallur në kërkim dhe janë arrestuar. Moment është një proces ku të penduarit e drejtësisë do të vijojnë dhe ne ndoshta do t'i kemi këta në programet e tjerë. Por unë jo më kot kam futur tani zonja Lala një pyetje tjetër që nuk është lidhur me të penduarit e drejtësisë, por është i lidhur edhe me atë çka ju përcjellet për të penduarin e fundit Ertan Tafani me grupin e Laert Haxhiut, që është edhe për arsye si thua gjakmarrje, edhe pse jemi në jug të Shqipërisë. Fenomeni ka qenë në veri, ka qenë kanuni lek duke gjinte të gjithë, i cili kishte një interpretim të vetin, zbatoi çdo gjë rigorozisht e të gjitha. Tani, por jemi në vitin 2025. Në vitin 2025 është vriten shumë njerëz për gjakmarrje, dhe tani është vrarë 57 vjeçari Pjetër Kaza në obojën e banesës tij në fshatin Tale të Lezhës. Dyshohet se motivi pas këtij krimi është gjakmarrja. Çfarë dim shkurt për këtë konflikt dhe si vijon të jetë i prapur, vazhdon të jetë i prapur ky fenomen. Po vitet e fundit është shfaqur frikshëm në Lezhë. Ardiani Kulaj dyshoi që u vra për motive gjakmarrje, një qet shtetasisht të huaj, portugez, britanik e tjerë me radhë, u sollën nga hasmit e tij dhe e vran në atë që ishte streha e tij më e sigurt lokali i tij. Kemi patur një 17 vjeçar, të cilit ishte vrarë babai kur ai ishte thjesht një fëmijë 2-3 vjeçar, dhe kur shkoi të 16-17-at, gjithë opinioni publik ja bënte me gisht përse nuk merr hakun e babait dhe vrau në një moshë shumë, nëse mund ta them, të vështirë, të papjekur e tjera me radhë. Rasti i Pjetër Kazës është një rast tronditës, duhet thënë, sepse bëhet fjalë për një ngjarje të nisur e Kazanafillën në 94-ën. Vllai i Pjetër Kazës ishte shefi krimeve, në mirdit në një përplasje mes as grupime nuk ishin, disa të rinj, ai qellohet për vdekje. Dhe 2 persona, Do dhe Agustin Gjini, pra pala kundërshtare që dyshohet se morën pjesë në këtë ngjarje, u vranë 3 vite më vonë nga vllai i Ndue Kazës dhe i Pjetër Kazës që është vrarë sfundmi pas Pallatit Kulturës në Laç. Autori i vrasjes, Martin Kaza, u arrestua shumë vite më vonë në Britaninë e Madhe dhe duhet të ndalen pak tek drejtësia, ndërkohë që ai ekstradohet në Shqipëri dhe fillon një betejë të re me drejtsinë shqiptare, sepse ishte dënuar 22 vite sipas ligjit të kohës. Në vitin 2024 i vritet vllai tjetër, Agustini, në Belgjik dhe dyshohet po ashtu për gjakmarrje. Çfarë unë dyshoj që mund ta ketë nxitur sërish gjakmarrjen është pikërisht kjo. Gjykata i jep të drejtën e rigjykimit Martin Kazës dhe në finale, pas shumë makinacioneve, gjykimit shkurtuar e tjerë me radhë, ai dënohet më pak se 14 vjet burg për 2 vrasje. Pra 2 vëllezër të vrarë, ndërkohë që dënohet me vetëm 13 vjet e 8 muaj dhe do vetëm një periudhë shumë të shkurtër, ndoshta më pak se 1 vit e gjysmë për të dalë nga burgu. Dhe duket se pikërisht kjo lloj ose më saktë ky dënim i lehtë i drejtësisë shqiptare duket se ka nxitur edhe një herë përplasjet dhe problematikat mes familjeve dhe dyshohet që Pjetër Kaza është vrarë për motive gjakmarrje në derën e banesës së tij, sapo kthehej nga puna në minjer, ndalon për të hapur derën dhe qellohet për vdekje. I shpallur në kërkim është vllai i Do dhe Agustin Gjinit, edhe pse në fakt emri nuk përkon, sepse ai ka emër të ndryshuar dhe mbiemër të ndryshuar, por nuk e di sa prova qëndësishme ka për ta lidhur me ngjarjen, sepse është shpallur në kërkim vetëm 5 ose 6 orë pas këtij krimi, dhe nuk di të them që në një kohë kaq të shkurtër prokuroria dhe policia kanë arritur të sigurojnë prova.
Por fenomeni i gjakmarrjes nisur nga këto 3 rastet, cilat më pas Nikulaj, nëse ju e keni parasysh, pati edhe vrasje pas vrasjes Ardian Nikulajt nga klani grupi kundërshtar, sërish nga familja Nikulaj, pra pati sërish konflikte dhe sërish të vrarë, e shikoj si shumë problematike, një fenomen që vijon të jetë tamam plagë hapur në shoqërinë shqiptare dhe sidomos në veri të vendit. Nga 2 fjali për këtë fenomen që vijon në mënyrë çuditshme, vijon edhe pse jemi në kohë krejtë të reja. Ajo që në të vërtet më bëri përshtypje është që u reaktivizua si një gjakmarrje pas më shumë se 27 vitesh. Dhe është të tmerrshme që të ndodhi, se u reaktivizua vitin e kaluar në Belgjik. Dhe ajo që ndihet në qarkun e Lezhës dhe sidomos në Mirdit, është fakti që janë më shumë se 100 të tilla, të cilat janë si një sinjal që nuk kanë një parandalim. Shteti aty nuk ka funksionuar për një kohë të gjatë. As prokuroria, as gjykata, policia jo, ka rënë dakord me palët. Nëse kemi vetëm një rast të zgjidhjes së konflikteve me armë dhe vrasjeve aty, është vetëm rasti i Nikulajt, por edhe ai u transmetua si një vrasje politike në një moment, prandaj gjitha resurset e policisë u shkuan në Lezhë për ta zgjidhur, sepse fakti që brenda atij viti u vranë sërish 2 personat të tjerë dhe nuk u gjet autori, do të thotë që kjo polici, kur do të gjen, problemi është që nuk i vendos resurset në funksion në gjetjen e këtyre rasteve. Kam përshtypjen cili do të kishte qenë vendimi i gjykatës, po them Kurbinit apo Lezhës në rastin nuk mendoj që do ta kishte ndaluar këtë fenomenin e gjakmarrjes, pasi kam përshtypjen që të gjithë kam pritur këto moment, fisit tjetër. Kështu që është një fenomen i cili nuk merret seriozisht as nga gjykatat, as nga prokuroria dhe as nga policia, por dhe nga vetë shoqëria në përgjithësi. Kështu që në fund fare ne të gjithë përdorin atë termin që gjaku nuk falet dhe gjaku duhet marrë. Kështu që, por kam përshtypjen që duhet një strategji tjetër për ta luftuar këtë lloj fenomeni. Kaq kishim për këtë pjesë, kemi dhe një pjesë të vogël për pjesën e parë, e kupton? Të vogël, domethënë në minuta, se është shumë e rëndësishme. Folëm për u përpoqim të thoshim diçka për të penduarit e drejtësisë, të cilët vijojnë fort të japin shpjegimin dhe të tregojnë gjëra nga më të tmerrshme të cilat ne i kemi parë dhe ndeshur vetëm në filma. Në filma të gëzimshëm. Tani, pse ka sa fyten psikologët? Është shumë interesante ndërër, unë di ndoqja një emision, nuk e kishim po ndoqja një emision shumë të gjatë, për nuk e kuptova deri në fund. Po parë që kishte njerëz shumë të interesuar, që ndryshe flisnin dhe ndryshe mendonin. Do me thënë, Klodi flisnin për gjëra të tjera, dhe në kokë kishin gjëra të tjera. Dhe fillova të pyes tani, që është kjo? Urdhri psikologut, mos është në një, që duke si një gjë, si një minier. Ashtu është. Sigur është një minier dhe aty në minier tani... Ke shkuar ndonjëherë te psikologu? Kush? Jo. Unë me thënë drejtë nuk kam shkuar, kam biseduar shumë herë me psikologë, po nuk kam shkuar me detyrë për... Jo, të paguash para e kam fjalën. Nuk e shkuar në terapi. E di sa e ka psikologu një 30 minuta. Paguhet për çdo minutë më shumë se mund të jesh paguar gjatë gjithë kohës. Ta dhe se. 30 minutat e para i ka 200.000 lekë. Dhe thonë këta pse nuk shkojnë, i thonë shqiptarëve pse nuk shkojnë te psikologu. Çfarë te psikologu, ata janë me 2 seanca të marrin rrogën e muajit. Nuk shkojmë te ky lloj. Po si të shkojmë? Sepse shqiptarët nuk para kujdesen shumë për shëndetin. Pyete sa e ka. Ne shqiptarët nuk kujdesemi shumë për mendjen, për shëndetin mendor. Psikologu më i lirë është 50.000 lekë gjysore. 50.000 lekë gjysore. Po, më i liri në Shqipëri. E pas shkelnjeri aty pse? Po si shkoj? Ku ti gjej lekët ai? I thot a fukarate, pse nuk shkon te psikologu? Po ku ti gjej lekët? Atëre unë pash programin dhe u përpoqja, do të përpiqemi me të ftuarit që kam unë këtu, sidomos zonjën Lala, e cila është marrë me këtë punë dikur, me këtë ngjarje rreth urdhrit psikologut, por ndërkohë unë kam thirrur në një lidhje direkte Denada Toçe, psikologe, me të cilën njihem prej kohësh. Kemi biseduar dhe në studio bashkë. Denada, mirë mbrema. Faleminderit që do ndihmosh sot
në minutat... Po me kusht nëse është e mundur që mos tallen me figurën e psikologut as të ftuarit të nderuar që janë atje. Mirë, as me shërbimi I cili ka një pagesë. Jo, sigurisht. Çmimin. Nuk. Çmimi. Nëse atëre... Jo, edhe një farë po jo. Ka dhe ndjes. Ka dhe drejtë Denata, ka drejtë. Nëse është e mundur. Jo, ke drejtë. Ke drejtë, s'kemi që themi. Tani... Mund t'i përgjithësojmë. Tani unë ndoj që dje një program më të cilën u futët dhe ju fare pak minuta, po ju përjashtuan me njërë aty. Dhe aty ishte njëri që e drejton të bisedën, përveç moderatorit, që herë duke I zhdukej, fare, ishte një njëri që ti I thoshe vullnetari, pseudonime këgja I edhe, apo ishte emër vullnetari, ishte një njëri që duke që ku sikur, më falë, se ndoshta gaboj, po më duke sikur të gjithë gjerat I drejton të aji aty. Do me thënë sikur kishte një vegla, që dhe I punonte dhe I drejtonte ai nuk jam bajmë në temërin, me thënë drejtën. Por tani... Ai ka qenë prezent që në fillimet e urdhrit dhe me qenë se ka qenë prezent si konsulent ligjor I presidentes dhe ka deklaruar që unë kam 8 vjet, 9 vjet që punoj vullnetarisht për urdhrin. Ky personi këtu dhe ka qenë një nga konsulentët... Presidenti që nga ai aty? Po pikërisht, një nga konsulentët aktiv... Kuptova mund që ai ishte mirënsishëm se karikja ku ishte ullur. Ishte mirënsishëm në Klodja. Që pseudonimin e kishte të mërkuar... Shumë mirënsishëm se ka I përjashtoj një procedës... Po, e cili fliste dhe në emrin e vendimeve që merr urdhrin. Edhe Denatën e përjashtoj një zonjë tjetër më përpara, edhe atë e përjashton të merada, I pam, dhe ti të vetëm ai aty. Dhe që kur kishte të Tani me kolegët më somer. Si kolegë nuk e... Me kolegët më somer, se cili kolegë drejton mënyrën e vetë emisionin. Jo kolegën, po flasë për tjetër njëri. Kam qartë Ska kolegë fare. O, ty do të stresa jo, edhe pa... Nuk e kam me kolegën fare. Po pra, ta ndajmë këtë gjë. Me kolegën kam mishirë, nuk kam lidhje... Me urdhrin e psikologut, do flasim gjatë, nëse ke kohë edhe... Jo gjatë, jo. Jemi shumë shku. Tani, zonja Torqe, ti duhet më thuash dhe njërë për publikun, që është urdhri psikologut? Se edhe njërë që ta bitën... Në fillim fare njërë do jap vetëm disa të dhëna të shpejta, që sapo kanë përfunduar zgjedhjet e urdhrit psikologut që janë mbajtur sot. Kemi 451 votues dhe ndër këto 238 janë për zonjën Lavoviti dhe 140 janë për zonjën Elona Musafaraj. Pra sot? Kështu që këto janë të dhëna që sot kemi, po ajo që është e rëndësishme që duhet të dini është që nuk mund të deklarojmë dot as fitues të kandidatëve për antar këshilli dhe as fitues të presidentit, sepse ne kemi 451 pjesëmarrës që kanë votuar, të cilët nuk plotësojnë kurumin. Kurumi kërkon 742 vota, pra zgjedhjet janë të pavlefshme. Zgjedhjet janë të pavlefshme. Po I kanë bërë qëllimisht që të jenë pavlefshme? Tani, këtë pjesën e qëllimisht do duhet që të marrim gjithë historikun që nga fillimi. Po se ka një, mos e merr historikun. Ka një matematikë të thjeshtë, që edhe te këte pjesa e politikës, edhe Luli Basha e bën këtë. Ylli ky është bërë precedent që prej fillimit. Dhe në fillim, zonjën e qoftë se kurumi nuk plotësoj, zgjedhjet nuk bëhen. Pse janë bërë kot? Po që në fillim, pra, problematika që ka ekzistuar sot, që në fillim, që në krye të procesit zgjedhor, sepse është shumë e rëndësishme se si ka filluar, është që në fillim fare njërë ti duhet të numërosh sa antar aktiv janë pjesëmarrës. Pra bëhet numërimi që në fillim. Pra në thelb bazohet që ti do duhet të numërosh antarët pjesëmarrës dhe kur nuk bëhet kurumi nuk e bën. Ti nuk e hap. Pra aty janë bërë veprime kot thoni ju. Ti nuk hap punimet e asambles, kur verifikon që kurumi pjesëmarrësve në asamble, që është kriteri bazë për fillimin e punimeve, nuk është plotësuar, pra duhet 5+1. Zonja Toqe, sa është numrin total I psikologëve që do duhet të ishin... Nuk e dim, Klodiana, po sipas të dhënave që na kanë ardhur, do duhet që të jetë, sepse u tha dje që janë nga vetë sekretarja e përgjithshme e deklaroi publikisht është sekretare e përgjithshme zonja kandidate për presidente. Dhe është antare dhe këshillit, që ka konflikt interesi, dhe zonja që është antare këshilli dhe kandidate për presidente ka hequr me të drejtë vote kandidatin e tretë për president në urdhrin e psikologut. A e kuptoni çfarë bëhet apo jo? Dhe ajo deklaroi që janë 1500 antarë dhe u tha dhe publikisht, ju lutem hapeni një çik dhe shikoni, a janë antarët publik? Nuk figuron lista e regjistrimit. Hapeni është në filime. Sipas teje tani se ti ke vite në këtë, je psikologe nderuar, respektuar, sipas teje tani pse ky president
i urdhrit të psikologut që nga mirë rëndësishëm se presidenti Trump? Është presidente. Ose presidente? Dhe ajo është shumë e rëndësishme sepse rëndësia me të cilën ajo ka ardhur është rëndësi abuzimi. Ti e di shumë mirë që njerëzit për lege për lavdi, se këtu është muhabeti. Dhe padrejtësitë është paraja në mes soli tani, është paraja. Në kohën kur gjithmonë bëhet fjalë për para, sepse folë tani në pjesën e parë të emisionit, gjithmonë ku para bëhet fjalë, njerëzit po han kokat për para. Po këtu kjo është mafje më e sofistikuar. Se ke të bësh këtu me njerëz që janë të shkolluar, me psikologë. Janë dhe psikologë, psikologjisin të gjitha gjërat. Duhet ta gjykojmë kështu sepse kam bërë re që retorikat me të cilën vi pranë intervistave dhe të gazetarëve si ju dhe të gazetarëve të dorës së tretë do thosha unë. Pra këtë vërre unë di. Është kjo retorika që kemi të bëjmë me psikolog, ato që ofrojnë shërbime, si ka mundësi e para punës njërë duhet kujdesemi shumë për faktin që psikologët janë Denada para e madhe këtu. Po mund të kemi, Klodo, mund të kemi... Janë të vetëmi që kanë reaguar nga të gjithë urdhrat e tjerë. Kjo është për të teksuar. Çfarë është përdorur këtu? Mund të kemi shifra? Ja pun shifra. Denada, që dhe populata ta kuptoj, kemi shifra gje? Atëherë, zoti Rakipi, zgjedhjet e para për presidentin, nëse zonja Toqe më dëgjon, se të mos mbi vendosemi. Atëherë, zgjedhjet e para për zgjedhjen e presidentit të urdhrit të psikologut janë zhvilluar në vitin 2018. Dhe është zgjedhur psikologe Valbona Treska në cilësinë e presidentet të urdhrit. Po, por gjithsesi u zgjodh dhe në atë kohë pavarësisht përpjekjeve sepse ka patur një letër të hapur. Më 7 vjet ka gjithsej që kemi dhe president... Zonja Toqe ka qenë në grupin e atyre psikologëve, Ariana Muça e të tjerë me radhë, të cilët e kanë kundërshtuar zgjedhjen e saj. Po, do më thënë ka qenë një grup i vogël në raport me grupin e madh, të cilët e kanë kundërshtuar që në krye të herës, po unë nuk dua ta nis se po duket si shumë larg 2018-a. Në këto vitet, po pikërisht këtu do shkoj, në këto vitet të funksionimit të urdhrit të psikologut, unë dër vite kisha marrë ankesa nga psikologët të cilët nëse nuk i pëlqenin zonjës Treska, çfarë ndodhte, merrnin organet e urdhrit të psikologut, caktonin ose vendosin masa disiplinore ndaj psikologëve, të cilët një pjesë e madhe e tyre detyroheshin të shkonin në gjykat ose e kishin të pamundur ushtrimin e profesionit. Ishin nga puna, Klodiana, shumë e thjeshtë, ishin nga puna, sidomos psikologët ligjor, janë përjashtuar nga puna vetëm sepse ajo ka vendosur monopolizim të drejtës për të marrë pjesë si psikolog në gjyqësor, pa plotësuar kriteret dhe rregulat që vendosen në interes të asaj me konflikt interesi total. Këtë gjë po them. Tani, përveç kuatizacionit, për të bërë atë trajnimin vazhdues, psikologët ka patur raste që janë detyruar të paguajnë deri në 1.400 euro. Pra nuk mund të punojë psikologe në gjykat, nëse nuk do merre pjesë në ato trajnime që bënte urdhri i psikologut. Besoj është kështu, apo jo? Dhe ka shkuar konflikti deri aty, sa u tentua në atë kohë, pra në mos gabohem një vit e gjysmë më parë, u tentua të rizgjidhej presidenti dhe çfarë ndodhi? Pavarësisht se pati mbledhja e parë dështoi, në mbledhjen e dytë u zgjodh presidenti i urdhrit Altin Nika, zonja Treska e mbajti të uzurpuar të gjitha normave ligjore urdhrin e psikologut. Pra e mbajti të uzurpuar, nuk u largua nga detyra pavarësisht se çështja shkoi në gjykat, patjetër. Se duhet si interes personal. Zoti Nika ka dalë në dhe në sken vetëm kur ka kuptuar palishmërim brenda urdhrit se ka qenë antar këshilli në mandatin e dytë. Dhe kanë shfaqur ankesat që kanë pasur kundrejt urdhrit në mënyrë zyrtare nga një grup nismëtar fillimisht dhe nuk janë përgjigjur për të 10-ën herë në mënyrë zyrtare, se nuk merr dot përgjigje nga urdhri, që ta dini, nuk informoheni, dhe pse kërkojmë, dhe pse të drejta për informime, komisionet për drejtën të informimit janë drejtuar, nuk ke informacion. Dhe mbasi kanë bërë tentativat të gjata për këtë gjë, kanë mbledhur pastaj 1/3 dhe më shumë se sa 1/3 e asamblesë pra antarëve, afirmimin e tyre, pra konfirmimin për mbledhjen, pra se dy janë mënyra se si mblidhet asambleja. Mblidhet ose nëpërmjet presidentit, ose nëpërmjet 1/3 të asamblesë. Mblodhëm asamblen dhe u zgjodhi presidenti i ri brenda ligjit të totalisht e legjitimuar.
për të cilën do të duhet të mblidheshe këshilli aktual që të mundet ose të arrëzonte, ose të miratonte, që s'u mblodh asnjëherë dhe është shkelje ligjore e pastër. Dhe për këtë ka hapje gjyqësori nga ana e zotit Nika. Pra ka çështje ligjore që është hapur në gjykat nga zoti Nika. Tani të shkojmë tek faza e fundit, ja pra te parat. Po paratë janë e parë. Zoti Nika, ju drejtuar prokurorisë së Tiranës. Dëgjoj, zoti Rakipi, 20 milion mos gabohem dhe zonja ato që mund të na e konfirmoj janë dhënë vetëm shpërblime. Pra, drejtuesit e strukturave të udhrit të psikologut 30 milion se e konfirmova tani nga... Po, rreth 30 milion, po në shifrat deri në fundit sa... 20 milion honorare, ke honorare, Pra, që unë të punoj psikologë në gjykat, zoti Rakipi, duhet shkoj të paguaj ca miliona lek, të bëja të trajnimin vazhdues, të marra të pikëzimin ose si ta them, si që janë pikët e patentës. Këto para i paguan njeriu që shkon... Po, që shkon, psikologu, sepse në të kundërt, jo 30 milion, paguan dikush një trajnim bën 1.400, një trajnim bën 1.000 euro, një trajnim pa është me rregull kjo me ligj. Po i ka bërë urdhri psikologut pra. Do të thënë urdhri psikologut ishte kthyer në një institucion abuzues dhe zhvaste psikologët zotri. Shumë e thjeshtë. Kush i merrte këto para? Urdhri pra, presidentja me struktura drejtuese. Do të thënë urdhri se urdhri nuk është njeri. Po ta themi pra, presidentja që e bande të uzurpuar, e cila është e kallëzuar sot penalisht në prokurori. Klodiana, vetëm një pjesë, në vend që trajnimet e psikologëve të mund të ofrohen nga institucione kompetente, se ne jemi psikologë të ndryshëm, nuk mund parin trajnime do si do, ne jemi të mbi kualifikuar, unë s'mund marrë trajnime të mbi. Klodiana, nuk ishte vetëm më bëj mua një trajnim që do duhet më mbi kualifikuar, se është edukim në vazhdim për përditësim njohurisë, jo, e mori monopolizimin urdhri psikologut i cili afirmonte ato shoqata, organizata, një prej tyre është Esaja, që e din të gjithë, family, organizata të cilat vetëm ato, janë 3-4 që qarkullojnë, që janë anëtar e këshillit, që është konflikt interesi, marrin dhe drejtojnë trajnime në mënyrë të monopolizuar. Dhe kjo gjë është fituar në gjykat që ta bëjnë dhe institucionet të tjera, ASSK-ja, dhe nuk është vënë ende në zbatim. Do me thënë shkelje, mbas shkeljeve, që kjo është ta bësh psikologun vërtet të pamënd. Dhe prandaj psikologët reagojnë sot. Tani, denada këto para zonjë ku shkojnë i mbledh urdhri? Para shkojnë të urdhri psikologut dhe tek specialistët të cilët orientojnë trajnimet. Dhe si pas urdhrit të psikologut, ne kemi për vitin 2024 janë mbledhur 207 milion lek të vjetra, nga këto 92 milion janë për paga dhe sigurime shoqërore, gati gjysma, 30 milion janë honorare shpërblime dhe 44 milion për aktivitetet të tipit të shkosh në udhëtime të ndryshme, ku është e panevojshme të merret gjithë equipment, gjithë këshilli kombëtar me vete. Gabimi është e ju, pastaj. Më falë minutë, falë një sekundë. Gabimi që nga, po gjithë të para tani, si ti ikë presidenti nga puna, që thoni ju, ajo ndaj ka ndaj njërë? E që qartë, jo se the pse ri presidenti Ani Kokaj, se gjatë qa pas ka këtu. Jo, po pas ka gjithë të para tani, se... Diskutohet. Zonja të që nëse më lejon vetëm një moment të lutem... Për promovimin e figurës psikologut, asnjë para për promovimin e figurës psikologut, dhe projekt buxheti vitit 2025 parashikohet që të jetë nga 92 të jetë 106 milion shpenzime për paga, që do të thotë që është rritur, pra parashikohen që të bëhen shpenzime më të mëdha, punonjës të ndryshëm që do vinë që, domethënë është e panevojshme që një urdhër i psikologut. Edhe psikologët e vrakan për lek. Jo, dua të ndalem pak se zonja to që po i shpjegon edhe është një histori shumë e gjatë dhe mendoj që... Jo të gjatë, shkurtë të bjeme. Jo, është një histori shumë e gjatë që vijon ndër vite dhe unë mendoj që ka një rol thelbësor Prokuroria e Tiranës, e cila ka një dosje të kopsitur me abuzimet brenda urdhrit dhe duhet të veprojë dhe minimalisht do duhet kishte një pezullim të presidentes nga detyra. Presidente sa vjet ka Klodisi? Po të thash pra që nga 2018-a. Që kur është problemi që kur po dhe vazhdon akoma, patjetër. Problemi është që vit tek zgjedhjet që janë një presidente. Çfarë mua së pari një Prokuroria e Tiranës nuk po reagon. Së dyti unë kam parë një sjellje të tmerrshme të mediave, ose kanë qenë të painformuara ose kanë qenë të ndikuara në rastin konkret. Asnjëherë këtij problemi nuk është shkuar deri në thellësi. Se për cilat arsye kolegët të cilët duhet merren specifikisht me këtë gjë duhet ta sqarojnë.
Tjetra që duhet them, po të vim tek mbledhja ose zgjedhjet e ditës së sotme. Tani njëra nga kandidatet ka qenë sekretare e përgjithshme e urdhrit, pra njeriu në hije i Valbona Treskës, dhe ka qenë në konflikt të hapur të interesit dhe nuk mund të kandidonte, ose duhet jepte dorëheqjen dhe të vazhdonte. E para. E dyta, zonja në fjalë ka votuar për përjashtimin e kandidatit të tretë që është Altin Nika, i cili ka patur një vendim gjyqësor, pra sigurim pa dije për qenë pjesë e garës. Dakord, pra ka qenë pjesë e garës dhe është përjashtuar në mënyrë të paligjshme. Dhe askush pra në këtë vend nuk zbatohen as vendimet e gjykatave. Ndoshta zoti Nika nuk do të merrte asnjë vot, nuk ka rëndësi kjo, por nuk mund të mohosh dot të drejtën e garës. Tjetra, çfarë më shqetëson mua është pikërisht kjo. Zonja Toqe thotë që kjo zgjedhja e Brunilda Labovitit është e paligjshme për shkak të mungesës kuorumit. Tani, kjo e di çfarë na paralajmëron? Me sa kuptova, Denada Toqe mundi drejtohet nesër me gjykatës dhe problemet e psikologëve do të vijojnë dhe për një kohë të gjatë. Dhe presidenti do mbetet ajo. Jo, përveç se presidenti do uzurpoj karriken, do ta mbaj aty. Problemi është ta që nuk rregullojnë dot njëri tjetrin, do rregullojnë dynjan. Do me thënë, Ajo është... psikologët nuk gjithë ka ndodha si punë të tyre. Këta se rregullojnë dot njëri tjetrin. Ligji e parashikon që të zgjedhjet të ripërsëriten derisa të bëhet kurumi. Por sigurisht që gjatë kësaj kohe ata e drejtojnë. Pra një nga paligjshmëritë e tjera është që urdhri shkel ligjin dhe në vend që të mund të miratohen nga antarët e asamblesë komisioni i drejtimit të zgjedhjeve, sipas ligjit, ata ngrenë një rregullore mbi ligjin dhe e bëjnë vetë këtë komision. Komisioni i cili vjen nga administrata, që orientohet nga presidenti, pra një uzurpim dhe një kontroll i frikshëm për sa i përket kësaj karige, e cila zonja presidente sigurisht për arsye të ndryshme, abuzive, vazhdon dhe e mban. Dhe kjo, Klodiana, nuk bëhet fjalë vetëm për eliminimin dhe përjashtimin e kandidimit të zotit Nika, bëhet fjalë edhe për mua dhe për Arianën, siç e thatë në krye të herës që kemi qenë oponent në vazhdimsi, që në mandatin e parë të urdhit dhe nuk se dje u bë një pyetje, tha, ore, çfarë na intereson neve t'ju përjashtojmë? Ju intereson pa diskutim, sepse ne do ishim ata të cilët do bënim sërish oponentës dhe nuk do rinim në asnjë rast. Kjo presidente që kemi tani, si e ka emrin Klodi dhe njërë se presidentja që kemi që Valbona Treska. Kur është fikur presidenca, deri sot e ka Valbona Treska. Bajram Bega që është i madhi. Tani, zonja Toqe tek zgjedhja e parë ka qenë Blerta Bodinaku, Denada Toqe, Skerdi Zahaj, Sonila Meqa dhe Valbona Habili. Jo të lutem, kanë qenë, po ma lërë ta mbaroj fjalin, të cilët kanë qenë në një farë mënyre oponentët kryesor të zonjës Treska. Unë nuk do të ndalem te zonja Treska, por unë do të them vetëm një fjali që më ka bërë shumë përshtypje nga zonja Ariana Muça. Dhe më tha një gjë shumë interesante. E tha mbrëm në transmetim live. Unë kam qenë, tha, pedagoge, pra kur presidentja urdhrit ka ardhur si studente, dhe tani presidentja urdhrit më skualifikon mua ose ma bën të pamundur qëndrimin, dhe më nxjerr, pra latën më kuptohej që Valbona Treska e kishte konsideruar jo psikologe një ndër zonjat më të nderuara në këtë profesion. Pra është njësoj zoti Rakipi, sikur unë të ngrihem sot dhe të them ylli Rakipi nuk mund ta bëj dot më gazetari nesër, sepse kështu dua ta bëj unë rregulloren. E një gjë ka ndodhur dhe me psikologë. Ylli e pranon, nuk mërzitet. Këta e shikojnë institucionin e urdhrit si punësuesi ynë. Pra, që ne të punësohemi dhe të ushtrojmë profesionin e psikologut në urdhër si në Këshillin Kombëtar. Është absurditet dhe shkelje ligjore. Nuk ekziston asnjë kriter që të kërkojë. Tani të ndalojmë dhe një se kolegu Abilekaj më dërgon një proces verbalin që është mbajtur tani. Po pra po. Që ka mbajtur proces verbali. Ajo që më lexove të Denada Moti ishte proces verbali. Kanë votuar gjithsej 451 vota. Votat të vlefshme 378, të pavlefshme 73, Brunilda Laboviti ka fituar 238 dhe Elona Mustafa Raj 120. Kjo sekretarja 120. Po kjo do thua ti do quhet e pavlefshme sepse nuk ka korum. Nuk është plotësuar korumi. Në raport me sa antar kemi ne. Pra zgjedhjet ashtu si zgjedhjet e përgjithshme që kemi ne, zgjedhjet e Shqipërisë, farsë që kanë dhe këto dhe do vazhdojnë. Po 73 pa vlefshme, unë nuk din shkrim e këndim. O ylli, po ne, këto janë modelet që kemi. Po si ka mundësi pyet Bregu. 73 pa vlefshme qatë.
signifikante nënës dhe babës, si që mbajnë, shumë mbajnë dhe pjesë në urdhrit. A janë bosh? I kanë dorëzuar bosh. Mos voto. Shtetet e pavlefshme nuk kanë ditur si të votojnë psikologët, apo... E kanë bojkotuar, ne kanë bojkotuar. Apo nuk janë pavlefshme, nuk morën pjesë. Edhe proces verbalin e bëjnë gabim. Tani ju mendoni që këto janë... Se kanë vënë në mënyrë gabuar. Tani ne do të informosh Denada mëtej, që do ndodhë, ky shtek, po me para kaq të madhe, unë kam idenë që presidente Pardo mbetet aty. Ajo që kemi, si e ka emrin Klodi para? Mos e unë harroj emrat. Ta thash, zoti Rakipi, duke qenë Diana e besoj shumë mirë. Denada më ja jap përgjigje në Ylli Rakipit se ka mbajt shumë vite që e njoh sa ja njoh ironinë që kur kthehet me mpa, Mendoj që është ironi. Jo është ironi dhe unë e kuptoj dhe bën shumë mirë dhe më vjen mirë që media është zgjuar dhe po flet për psikologët. Historia e Valbona Treskës është një histori e uzurpimit të një urdhri i cili në fakt do duhet ju shërbente qytetarëve shqiptar dhe do duhej që psikologët sot të ishin me tarifa ndoshta më të ulët në shërbim qytetarëve, do të ishin më prezent në shkolla, nuk do të ishin duke ndjekur ato trajnimet mediokre vetëm për shpenzuar para e tjera me radhë. Unë mendoj që kjo... Video që këtë në tita vëm në... Po, është një video e të mërshme. Janë disa video në fakt që kanë quar të ikim nga kjo biset se po presin dhe kolegët e tjerë po duhet të gjuar me zë. Osvald, che nuk e di sa psikolog, ti të ofrojnë një moment. Psikologët, debati që po bëhet... Fillojmë nga fillimi. Nuk ju drejtova ju drejtova ata e të Këshillit Kombëtar që ka mbaruar mandati, bashkë me kandidati që është për president është në konfliktin jashtë. Sot i dame më dëgjoj. Hyra kush një paqapure, kësë një persona, pa një qenë, nuk një persona, një persona pa registruar, që këtu, që këtu, shive, ne është një hënë, ne s'kemi asë bërzylyk, ka kish organizim, ju e një konflikt interesi, e nona gjithashtu konflikt interesi, sepse është kandidat për presidente. Nuk është normale. Edhe Zarinike, dëgjuam tani, jetojmë në një vend që zgjedhjet edhe nuk pranohen shumë, Denada. Zgjedhjet nuk janë të dëshirueshme në një vend si që jemi ne, edhe të ju tani dhe të psikologët mund të ishin, se figurat rëndësishme që në shërojnë dhe ne po të smuremi, por ja që nuk do të... Dy fjallit e fundit dhe e mbyllim. Do të them me dy fjallit e fundit se s'bën. Ne jemi pjellë e kësaj kulture, pa diskutim, dhe këtij leadershipi që ka prodhuar vendi ynë dhe politika jonë. Por nuk mundet në asnjë rast kauzën e psikologut ta trajtoni si një kauzë konflikti dhe harene qesharake. Bëhet fjalë për një revolt reale e cila ka ekzistuar si model dhe tek urdhrat e tjera, por nuk kanë pasur këtë revoltët që kanë psikologët. Dhe përsëris ne kemi gati jo 2 vjet, por gjithë këto vite të cilët bëjmë një oponencë të vazhduar. Ndoshta Denada kam shumë para këtu dhe ne do duhet që ju po flet për parat, ti po nuk po flet për prishjen e figurës së psikologut. Po tani s'kam fajun tani se prishje figura. Direkte që bëhet mbi këtë. Tu në përgjithësi figurat prishura kemi Denada. Nuk po flet për abuzimin që bëhet dhe për uljen e dinjitetit dhe integritetit. Ne jemi persona që kemi vendosur një karrierë dhe ti nuk mund të përjashtosh dot nga e drejta demokratike për të kandiduar dhe për të qenë pjesë e vendimarrjes. Vetëm një ignorant dhe një analfabet politik ku i drejtohen të drejtat e tij për të qenë dinjitoz i përfaqësuar nga ai që ka të drejtë të marrë të drejta mbi ty, të marrë vendime mbi ty, dhe ne të jemi dhe ta anashkalojmë, unë e para dhe kushdo tjetër që ka të drejtë të jetë pjesë e urdhrit psikologut dhe pjesë e vendimarrjes. Kjo po ndodh sot dhe nëse ke bërë këtë program, nuk është vetëm tërheqja e çështjes së parazë të buxhetit. Tërheqja më e madhe në këtë urdhër është që ti të kesh pushtetin. Dhe pushteti vjen dhe me paran, dhe me lavdin. Dhe ky pushtet mbahet sepse zonja në fjalë dhe kushdo tjetër si ajo, po zonja në fjalë ka treguar qartazi që mbas asaj, nëse ikën që andej, e presin të kthesa. Shumë institucione ligjore dhe shumë institucione ku ajo punon dhe mbetet edhe pa punë, po mbetet edhe me procese nga mbrapa. Këtë e ka treguar dhe politika dhe ti shumë. Pas ka të frikë në proceseve dhe akoma më fort të qëndrojë aty. E divorcet kanë më se janë psikolog, thotë bëjnë ca para në mënyrë të jashtë. Denada, unë të falenderoj shumë që ndihmove me emisionin tonë për mbrëmjen e sotme. Ne sigurisht jemi në lidhje në emisionet e ardhshme për këtë problem, por dhe më gjerë,
Ti je një bashkëpunëtore mjaft e mirë dhe e kujdesshme. Çant i shkon gazetares Klodiana Lala, e cila në mënyrë krejtësisht të paanshme dhe me një kurajo dhe me një guxim të jashtëzakonshëm dhe vetmja që ka krijuar një vëmendje shumë të kujdesshme ndaj komunitetit të psikologëve dhe gjithë atyre që kanë pasur një oponencë me të gjitha i bëm dhe tepër koherente. Atëre faleminderit, ndahemi bashkë, do të jemi në lidhje të tjera, në bashkëpunim tjetër edhe në studio. Faleminderit, natën e mirë bashkë. Të nderuar kolegë, faleminderit shumë që ndihmoni. Faleminderit. Nderuar të shikuesë, ne do të jemi fare shkurt në publicitet dhe do kthehemi te gjella jonë më e rëndësishme dhe e zakonshme, politika, pjesa e dytë. Publicitet rikthehemi më njëherë.